Shpeshherë në ka ra me dëgju që burrat shpenzojnë për nevoja e gratë shpenzojnë për lukse. A janë këto thënie të vërteta apo thjesht janë vetëm fjalë? Në anën tjetër, nëse bëjmë një analizë, nëse ndalemi te kputucët, burrat shpenzojnë për kputuc shumë më pak se sa shpenzojnë gratë. Ata i blejnë 2 palë kputuc edhe i përdorin për secilin rast, ndërsa gratë i kanë më së paku 10 palë kputuc. Kjo blerje a buron tek burrat prej dëshirës për kursim, e tek gratë prej dëshirës për shpenzim, apo është thjesht çështje natyrshmërisë? Blerja e kputucëve të shumta nga gratë nuk buron nga dëshira për shpenzim, por nga nevoja për me i përshtat kputucët me rrobat, me rastin edhe me rolin e cilin ajo gjendet gjatë asaj dite. Tash lind pyetja, kush ka më shumë drejt? Gratë me 10 palë më shumë kputuc apo burrat me 2 palë kputuc? Në anën tjetër, a ka nevojë njeriu për 5 palë kputuc të një sezone? A është shpenzim i nevojshëm apo për një me është luks? Po burrat që i mbajnë vetëm 2 palë kputuc, a i bëjnë për të kursyer? A i bëjnë për shkak të përgjegjësisë që ndjejnë karshi familjes? A i bëjnë sepse dojnë me pas rezerva në shtëpi edhe mendojnë të panevojshme me i pas më shumë se 2 palë kputuc? Dikush mundet me më thonë që nuk kam të drejtë për këto që po e them. Po t'i hedhim një sy dyqaneve të kputucëve. Në secilin dyqan mundesh me i pa 100 më shumë palë kputuc për gra, e 20 mas shumë të 30 palë kputuc për burra. E krejt kjo ndodh për shkak të kërkesës së madhe prej grave që kanë për kputuc. Krejt këtë analizë të dashur shikues, që nështë do këtë banalitet, e bëra për me thonë që burrat përballen me padrejtësi në këtë aspekt. E jo, a mendoni që është me të vërtet padrejtësi, apo është çështje e natyrshmërisë? Në fund, mos i ngarkoni dollapat as me shumë kputuc e as me shumë rroba.